për akuzat për procedurat të përshpejtuara, qeveria dhe shumica parlamentare kanë vepruar në një ritëm të shpejt për shkak të nevojës për vendimarrje efikase dhe jo me idem për të shmangur demokracinë. Çdo projekt ligj që ka kaluar në institucionet përkatëse dhe asnjë vendim nuk është marrë jashtë rendit kushtetues. Për kritikat ndaj transparencës së kabinetit qeveritar, qeveria Kurti ka ndërtuar qeverinë mbi bazë të besimit qytetar dhe rezultateve zgjedhore. Emrat dhe struktura e kabinetit janë prezantuar në kuvend sipas procedura kushtetuese dhe secili ministër mban përgjegjësi publike për punën e tij. Për lidhje me ekspozea që është dukur e shkurtër, programi lëvizjes vetëvendosje është njohur publikisht edhe është, si më thënë, është trumbetuar edhe gjatë fushatës dhe është konfirmuar me një mandat prej 50%. Ekspozea ka reflektuar prioritetet kryesore, ndërsa zbatimi konkret matet pastaj përmes punës së institucioneve. Subjektet opozitare kanë pasur mundësinë të hapin një debat lidhje me ekspozenë e kryeministrit Kurti apo me lidhje me premtimet që kanë qenë gjatë fushatës. Secili subjekt opozitar, me sa mbaj mendun, e kanë pasur një deklarim dhe një fjalim në atë seancë. Për akuzat për mungesë konsensusi politik, lëvizja vetëvendosje ka zhvilluar takime me partitë opozitare dhe ka kërkuar vazhdimisht bashkëpunim institucional. Konsensusi nuk mund të ndërtohet vetëm nga njëra palë, normalisht që duhet të jemi të gjithë të përfshirë. Lidhje me byron, byroja për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme është reformë domosdoshme, cilën ne e kemi pasi reformë të domosdoshme kundër korrupsionit. Kundërshtimet procedurale nuk duhet përdoren si justifikim për ta penguar luftën kundër korrupsionit dhe pasurimit të palegjshëm. Për raportin se shumica refuzoi amandamentet e opozitës, amandamentet nuk refuzohen për shkak të autorit politik në këtë rast, apo për shkak që kanë ardhur vetëm nga opozita, por edhe mbi bazën e përmbajtjes dhe ndikimit buxhetor. Vendimarrja është mbi prioritetet qeverisëse dhe interesit publik. Ju e dini edhe si në bazë të monitorimit dhe përcjelljes së punës së kuvendit që keni bërë të kaluarën, duhet të tregojmë shumë sinqert dhe korrekt se që shihen në zgjedhjet në horizont, normalisht që të gjithë deputetët kanë dëshirë të fusin amandamente për ato komunitete ndoshta edhe ku janë vlerësuar me votë, apo pastaj kjo e pengon punën dhe vizionin e qeverisë, sepse nëse të gjithë i fusin durt në buxhet, atëherë ideja dhe programi i qeverisë është më e vështirë për të konkretizuar. Që nga fillimi i kësaj legislature është po që shumica parlamentare më tepër ka pas synim përgatitjen për zgjedhjet e reja, sesa që ka pas një agjendë serioze legislative apo qeverise. Që nga seanca e parë u paraqit një ekspoze e cila ishte një listë, më shumë një listë dëshirash, po sikur të vinte nga dikush që vjen për herë të parë në qeveri, kish pas kuptim për shkak se kishim pas një kryeministër të ri, i cili ka një vizion që po e paraqet apo i ka disa dëshira se çka synon me arrit mandatin e tij. Mirë po i kishim të njëjtat premtime që ishin dhënë edhe para 6 viteve kur i kishte fituar spari zgjedhjet. Dhe në atë ekspoze paraqiteshin sikur premtime të reja, pa dhënë asnjë llogari se çka u bë këto 6 vjet që nuk u realizuat paktën në njëra prej tyre. Domethënë atë ditë kryeministri Kurti paraqitej sikur që të vinte për herë të parë dhe të paraqiste vizionin e tij si kryeministër dhe abstrahonte në tërësi nga ato 6 vjet që i kishte kaluar me të njëjtat premtime që i ka pasur më herët. Pra, pa dhënë asnjë llogari, asnjë përgjigje. Pse nuk u realizuat paktën një nga ato projektet e mëdha kapitale që prezantoheshin atë ditë, u shiste sikur që është një vizion i ri për qeverisin e vendit. Dhe kjo është jo serioze. Dhe për të mbështet këtë konstatim, që është jo serioze, u po vetëm pas ditë më pak ditë më pas kur erdhi buxheti.
asnjë nga ato premtimet e mëdha që paraqiten në ekspoze nuk kishin në buxhet. Pra kishim një shkputje totale mes asaj çka paraqiti kryeministri në ekspoze dhe buxhetit që e solli në kuvend për votim. Pra u pa që ajo ekspoze nuk ishte e menduar për të moralizu, po sa për plotsu një hap procedural se duhet paraqes diçka kryeministri në seancën e konstituimit të qeverisë. Pjesa tjetër, kur jemi të debatin kuvend. Qeveria dhe shumica parlamentare kuvendin këtë legislaturë kanë pa më tepër si makineri të votimit. Nuk kanë pa rol të rëndësishëm të deputetëve në kuvend. Fakti që ligje të rëndësishme, siç është buxheti, sigurimi shëndetësor, ligji për çmimet tavan, ligji për energjinë, gjitha këto ligje që janë shumë të rëndësishme për vendin, kanë dashur me i kalu pa pas një diskutim, një debat me shtjellë të deputetëve. Dhe nëse deputetëve nuk i mundsohet që t'japin kontributin e tyre për ato ligje, çka lypin deputetët në kuvend? Nëse deputetët nuk kanë kohë me lexu një ligj për ngadalë, me analizu mirë, pas gjetjet e tyre, me dhënë rekomandimet e tyre, çka duhen deputet në kuvend? Çka duhen deputet që duhet me prit vetëm kur duhet me votu po ose jo? Dhe ajo si ka po kjo legislaturë, deputetët ka qenë pikërisht kjo, vetëm votim. Asnjë mundësi nuk i ka dhënë deputetëve për ta luajtur rolin e tyre, për ta ushtruar rolin dhe përgjegjësinë që e kanë marrë nga qytetarët. Ne i vazhdojmë zgjatjet buxhetore, nesërmën vjen buxheti me një procedurë për shpejtuar. S'kishte emergjencët. Ai ishte vetëm përgatitje për zgjedhje. Ishte vetëm një instrument i presionit për zgjedhje. Për shkak se nuk ishte fare urgjencë. Qysh lexohet një material 700 faqe buxhet brenda orëve. Dhe kjo tregon një jo seriozitet të madh. Përmendi zoti Kërçeli amandamente tha futja durve në buxhet. Kjo përjashton komplet rolin e deputetit. Deputetët nuk i fusin durët në buxhet. Deputetet janë aty pikërisht për me korrigju qeverinë ose me plotësu buxhetin, se fundit ai buxhet duhet të votohet prej deputetëve. Dhe nëse mendohet që deputet po i fusin durët në buxhet me amandamente, mendoj që është një keqkuptim i plot i rolit dhe përgjegjësisë që e ka deputeti në kuvendin e Kosovës. Përmend byroja. Zoti Kërçeli, ne nuk kemi qenë kundër byros, mirë po byroja është tentu të kontrabandohet pa i respektu procedurat e nevojshme. Pse ka nevojë të kaloj byroja pa dëgjim publik? Çka i pengon shumicës parlamentare dëgjimi publik dhe opinioni shoqërisë civile i akterëve relevantë në shoqëri për të treguar se çka mendojnë për atë. Nëse me të vërtet synimi është luftohet korrupsion, pse mos mirë mendimet e gjithëve se si të përmirësohet ajo luftë ndaj korrupsionit. Kështu që edhe kjo ka qenë një prej atyre premtimeve të thata në të cilat është garu vite më parë dhe tani është dashur të ngutet që mos të shkojnë edhe një herë në zgjedhje pa thonë që kemi bërë diçka në atë drejtim. Kështu që më falni se zgjata pak e gjithë kjo legislaturë me çka është marrë vetëm me përgatitje për zgjedhje. Ne vendosim disa tika atje që do të përdoren për fushat, po pa pas një përgatitje serioze për qeverisë. Dhe në fund vetëm manierë të kthejmë buxhetin. Edhe vetë qeveria e ka pranuar, që buxheti që po votojmë është i përkohshëm. Dhe do ta sjellim në rishikim. Pse nuk usot buxheti në rishikim deri 2-3 ditë para shpërndarjes së kuranit? Për shkak se kjo qeveri buxhetin nuk e ka trajtuar si një instrument për zhvillim, si një instrument me adresu nevojat e qytetarëve, po e ka shfrytzuar vetëm si një instrument për zgjedhje. Dhe varësisht prej faktit, a do të shkohej në zgjedhje apo jo, mendoj që do të kishte një tjetër buxhet që do të vinte në kuvend. Dhe kjo është arsyeja pse nuk u sol buxheti deri 2-3 ditë para shpërndarjes së kuvendit, dhe tash vendi është me një buxhet provizor që nuk i reflekton nevojat e vendit, nuk i reflekton as ato premtimet që kanë dhënë ekspoze, por që është një buxhet vetëm sa për të administruar këto shpenzimet rutinore të qeverisë, por që nuk ka asgjë më tjetër. Prej zgjedhjeve të kaluara dhe kjo legjislaturë vërtet karakterizohet me një
arrogancë të shumicës në përcaktimin e agjendës kuvendore, agjendës legislative. Kemi parë një prezantim të një agjende e cila ka synuar që me çdo kusht t'i thejë të gjitha afatet kohore vetëm për t'i proceduar projekt ligjet. Dhe cilësia e këtyre ligjeve nuk ka qenë asnjëherë preokupim i shumicës. Dhe kur ka një parti politike, kur ka kaq shumë vota, me arrogancën e saj i ka tejkaluar ato ligje dhe ka arritur që t'i miratoj, për çka vërtet lë për të dëshiruar edhe implementimi. Kemi me pas që Kosova ka me pas probleme serioze mi implementu ato ligje sepse nuk përkojnë me realitetin. E para prej konstituimit të kuvendit, kemi parë një mos respektim, një tendencë për të imponuar ligjet dhe duke ju evituar posaçërisht diskutimeve publike. Kur nuk respektohen afatet dhe iket diskutimit publik, nuk i adresohen çështjet e grupeve të interesit, e personave që vërtet preken më shumë nga këto ligje, duke i përjashtuar nga procedura e hartimit të ligjit, vërtet e ka cënuar demokracinë e kuvendit. Kemi pas një krejt fillimisht është qeveria nuk ka sjell një plan i cili pastaj ka qenë në harmoni me buxhetin. Kemi parë një plan të shkurtuar ose një ekspoze të kryeministrit që më pas kur ka ardhur buxheti ka qenë totalisht në diskrepancë me atë çka është premtuar. Dhe kur kemi ngrit ne si çështje këtë, na është thënë që do të ketë një rishikim, ndërkohë që rishikimi kërkon afatet kohore që duhet proceduar. E rishikimi ka ardhur vetëm i imponuar në seancën e pothuajse të parafundit. Edhe krejt ky imponim vërtet e ka prish seriozitetin e bërjes edhe funksionalitetit. Përveç se e ka fyer në shumë raste kemi parë shkarje të rregullorës së punës, po edhe në shumë raste komisionet janë thirrë brenda 15 minutave që të mblidhen e të shqyrtojnë projekt ligjet për të cilat deputetët as që i kanë pas në për lexim. E krejt kjo flet vërtet për një agjendë tjetër, jo publike, që me gjaz partia më e madhe ka dashur ta imponojë në kuvend, po se ka pas kur publike. Sot po na thuhet që është ditë që do të shkojmë në zgjedhje, na nuk e kemi pas si deputet, nuk e kemi pas prej fillimit ndjenjen që do të shkojmë në zgjedhje, po kjo tregon vërtet për një planifikim të shkuarjes në zgjedhje dhe tregon për një mosgatishmëri pikërisht të parimeve kryesore demokratike që janë marrëveshjet politike dhe konsensusi. Të dyja këto parime me gjaz në mënyrë arrogante janë hequr nga aplikimi në agjendën e kuvendit. Legislatura e 10 e ka nis punën mrapsht edhe e përfundoi edhe më mrapsht. Dhe paka shumë kjo reflektohet për në gjuhën hulumtuese, edhe në gjuhën e raporteve, edhe në raportin e juaj. Pse e them kështu? Në ditën e nisjes së kuvendit, është kërku vot për deputetëve, pa pas përpara deputeti s'paku ekspozion, s'paku një orientim politikave strategjike që qeveria kërkon votën për deputet. E për ma keq, nuk e kemi pas as listën e ministrive, as emnat e ministrave që dalin. Domthon kjo ka qenë nisja. Është nisë mrapsht për shkak se na gjithë e kemë ditë që detyra e parë është votimi i qeverisë, mirë po detyra e dytë mas pak muajve është votimi i presidentit. Edhe për gjatë kësaj kohe, pasi që është nisë mrapsht, ka ndodhur disa momente në të cilat më shumë kemë pa tendencë të dominimit të agjendës së qeverisë ndaj kuvendit, se sa rolin e kuvendit me zhblloku situatën në cilën ne u ballafaqojmë dhe që ballafaqohen qytetarët. Nëse bëjmë një analizë të kësaj legislature, janë dy momente historike në thojza parlamentare. Para kjo është legislatura më e shkurtë në historitë të Kosovës. Edhe dyta është legislatura që mas shumë t'i ka kërkesa për seancat jashtëzakonshme shumica. Në të kalumen, domthonë në historinë parlamentare, i ka pas opozita.